Ministria e Administratës Publike dhe Ministria e Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, me mbështetjen e delegacionit të Bashkimit Evropian në Malë të Zi, organizuan sot konferencën Komunat për BE, ndikimi i integrimeve europiane në veçeverisjet lokale në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Paneli në nivel të lartë, përveç Ministrit të Administratës Publike Marash Dukaj, e hapën dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Malë të Zi, Johan Sattler, si dhe Ministri i Ekologjisë, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Zhvillimit të Veriut, Damjan Qulafiq. Për televizionin Bojnë, Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj u shpreh. Kjo ishte një konferencë shumë e rëndësishme, për faktin se ishin të inkorporuar jo vetëm Ministria e Administratës Publike, por delegacioni i Bashkimit Evropian pra në kryer me ambasadorin Sattler, Ministria e Ekologjisë, si dhe të gjitha komunat në Malë të Zi. Ky proces nuk është filluar nga dje, siç jeni të njoftuar Ministria e Administratës Publike, pothuajse gati 3 vjet ka filluar analizën e sistemit të veçeverisjeve lokale, dhe si rezultat i asaj ne kemi përgatitur lizin për veçeverisje lokale, pra lizin për komunat. Pse? Sepse është vërejtur dhe e din të gjithë ata se sot punojnë edhe në komune që kanë pas përvojë dhe kanë përvojë, komunat në Malë të Zi kanë pak ingerenca, shumë pak në fakt, dhe edhe si forum shqiptar ne e kemi promovuar dhe kemi premtuar decentralizimin e komunave. Pra qëllimi është që komunat në Malë të Zi të kenë shumë më shumë ingerenca dhe kompetenca, duke filluar nga arsimi, shëndetësia, planifikimi hapësinor, mbrojtja sociale e të tjera. Ne e kemi përfunduar këtë proces, ata që ka varet nga ne. Shpresoj e besoj që institucionet tjera në këtë moment e kryesisht Ministria e Financave, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë të kyçën dhe të japin mendim për këtë çështje dhe më vonë kjo natyrisht aprovohet në Kuvendin e Malit të Zi. Ne këtë proces e kemi bërë në mënyrën më të hapur, ku kanë qenë të inkuadruar të gjitha institucionet, filluar nga niveli shtetëror tek ai lokal, pra komunat, e jo vetëm por edhe akademikët, pra ekspertët nga fusha e akademisë, si dhe shoqata të qeveritare. Një mbështetje jashtëzakonshme ka qenë nga Komisioni Evropian, nga Sigma, pra nga ekspertët e Bashkimit Evropian. Jam shumë i lumtur se kemi bërë një ligj që është shumë i mirë dhe shpresoj ta kuptojnë politikanët edhe kolegët nga ministritë e tjera se ky duhet të implementohet, pra në rend të parë të miratohet dhe të implementohet, sepse komunat duhet të jenë të kyçura në çdo proces të reformës. Pra komunat në Malë të Zi duhet që të pyeten për proceset që ndodhin në ato veçeverisje lokale. Pra jo për ata të cilët udhëhesin komunat, por për qytetarët. Dhe qytetarët duhet të vendosin për të gjitha ato proceset që janë shumë të rëndësishme për integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Dhe kur është fjala për integrimin, duhet të potencoj se 70% e legislativës, pra ligjeve në Bashkimin Evropian, janë të fokusuara tek komunat. Ashtu që ne do të vazhdojmë të mbështesim decentralizimin, ne do të vazhdojmë të mbështesim veçeverisjen lokale, jo vetëm në këtë fushë, në ngritjen e kapaciteteve të tyre, por edhe në rritjen dhe implementimin e digitalizimit, mbrojtjes kibernetike, dhe po për këtë arsye ne kemi formuar një grup punues, një tim punues, dhe është nënshkruar një memorandum për herë të parë, ku e kemi titulluar, e kemi emëruar Komunat për EU, pra për Bashkimin Evropian, ku kanë marrën pjesë të gjitha komunat, pra 25, si dhe 5 ministrit kryesore që janë të kyçura në implementimin dhe realizimin e decentralizimit. Dhe ne si Ministri kyçe, ne do të vazhdojmë të japim kontributin ton në këtë drejtim. Diskutimi u përqendrua në rolin e veçeverisjes lokale në përmbushjen e qëllimeve mjedisore dhe klimatike në rrugën drejt antarësimit në BE.
Mbrojtja e mjedisit është një nga politikat më të rëndësishme europiane, në të cilën nuk mund të ketë përparim pa një rol përgjegjës dhe ambicios të komunave. Konferenca vazhdoi dhe panelet tematike ku kryetarët e komunave të Malit të Zi, si dhe ekspertët të fushës së mbrojtjes së mjedizit, ndan përvojat mbi sfidat dhe praktikat më të mira në fushën e menaxhimit të mençur të mbeturinave dhe komuniteteve të pastra, si dhe ruajtjen e biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura. Panelistët ishin nga radhët e autoriteteve lokale, ndërmarrjet komunale, institucioneve të mbrojtjes së mjedisit, parqeve kombëtare dhe sektorit civil. Montenegro, to put it in a nutshell, is simply blessed. It's blessed to have an amazing seashore. It's blessed to have one of the most beautiful mountain landscapes and lakes. And it's blessed also to have a lot of cultural highlights, part of them protected by UNESCO. So that's a pretty unique precondition to start from. And yes, I'm a big fan of the outdoors. That's also my, I think, survival mode. To get through the job, which is not always easy. And on the weekends I roam out, and then I usually post something on Instagram or on Twitter. And then on Monday I come back to my office, and then colleagues ask me, but this beautiful picture, where was it actually? And I said, well, this, for instance, was Mrtvice Canyon. And but where is it? And then you tell, well, it's 40 minutes from here. 40 minutes. Who has been in Mrtvice Canyon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, this is an environmental crowd, so maybe it's a little bit more than the usual average, but it's way too little because you need to have seen Mrtvice Canyon. It's not only a beautiful site in Montenegro, it's on the European scale one of the most beautiful sites and canyons you have. So this is just to start with. And if you live in Podgorica and you haven't seen Mrtvice Canyon, you don't know your region. So please roam out. It's not extreme. It's not climbing. It's just walking. So this is maybe just an initial remark about the beauties of your country. Now, what we need, I think, to do, and your question actually was, why this big focus on the environment? Well, this big focus on the environment has two reasons. One has to do with a number. The number is 27, and 27 is the number of the chapter. Mr. Čulević knows it by heart from A to Z. This is the chapter in the accession process which Montenegro has to close if it wants to join the European Union. So that's why it's an important part of my work. To close chapter 27, you need to close benchmarks. Now, for every chapter, you have different amounts of benchmarks. For chapter 27, it's 8 benchmarks. These benchmarks go from air quality, waste management, water quality, the directives. There are many directives from the European Commission which you have to take over about citizens' participation, for instance. When you go for projects, you need to have an environmental impact assessment. That's all part of the directives. So there are these benchmarks, and this is part of the accession process. So part of the answer is, this we need to do. We need to do it together. A lot of it is on the desk of Minister Čulević, but it's a much broader effort which is needed. So that needs to be done. But the second part of my answer is that I would like to use that moment, which will take about 2 to 3 years, which is called the accession process, where you have to do so many things in any case to also raise the awareness about the environment which God gave you, you're blessed with, and the need to better protect it. Because one thing is what you put in your constitution, or when was it, 34 or 5 years ago, namely being an ecological state, and the other thing is how much of that was implemented. And I think, unfortunately, much more should have and could have been implemented. But the good thing is that we have now this opportunity, this next 2 to 3 years, where there's a big focus in any case on the environment, to also raise the awareness, to bring in
all the actors which is necessary in order to move forward. Be open, also to be clear what the topic is about. So what do we want to have as the, or what do we see?